pritet në radhë të ketë një rrjedhje të mirë të trafikut pa të cënuar, domethënë të pjesëmarrësit të tjerë në komunikacion. Jo, nuk e di për çka janë, me siguri janë për ndalesë kalimit, është këmbësor dhe automjetë. Unë mendoj që nuk është rregull, është gabim. Hera parë që bishon Kosovë këtu, as nuk e di çfarë do më thoni e kanë, as prej kanë që nga në vend pa shëtita, më që si nuk kom pa. Nëse qytetarët nuk kanë hapësirë të mjaftueshme për të kaluar udhëkryqin në rrugën Agim Ramadani dhe nëse ndalen brenda kutijave të verdha, mund të dënohen me 80 euro. Se për çka bëhet fjalë dhe pse janë vendosur këto kutija, do të na tregoj zëdhënësi i Komunës së Prishtinës, Donat Lushaku. Një prej risive që përmendet dhe pyetët ju me të drejtë është edhe kutija e verdhë apo yellow box. Këto janë disa përshenje trafikut realisht që zbatohet në për disa qytete të mëdha dhe ideja ka qenë që ta bëjmë për herë të parë në Prishtinë dhe ende edhe ne po mësojmë me dinë se si do ta zbatojmë, si do ta mbikëqyrim. Ideja është që qytetarët në fillim ta mësojnë mënyrën se si të rreshtohen dhe të vendosen në këtë yellow box, pavarësisht ka raste kur është semafori i lëshuar gjelbër, duhet kemi një farë rende apo radhe se si duhet veprohet, por që për këtë pjesë do të ketë edhe informim tutje më të gjerë, sepse ka qenë si risi vendosja e këtij yellow boxi, por do të ketë informim edhe më tutje ditëve në vend, ndërsa sa i përket asaj se si do të mund të zbatohet në praktika, do të ketë gjoba, po sigurisht se do të ketë, por jo në fazën derisa qytetarët ta kuptojnë drejt se si funksionon, sepse do të ishte jo e drejtë se të mos informojmë e pastaj të gjëbitim, se fundja ideja institucioneve është që të dalin në ndihmë qytetarëve, jo t'i bllokojnë dhe t'i vendosin masat e tilla dhe kjo do të bëhet. Kjo periudhë? Po besoj brenda një periudhe ta quaj kushtimisht po them një mujore që të kuptohet krejt procesi, ndoshta edhe më pak, por nuk ka ndonjë afat rigjid dhe ideja është që përmes inspeksionit dhe policisë që ka bashkëpunim të ngushtë dhe mjaft të mirë me policinë e Kosovës, këtë rast dhe drejtorinë për kryeqytetin që është e organizuar brenda policisë, ta monitorojmë dhe të shohim si po rrjedh, pastaj kur të kuptohet krejt esenca përdorimit, mund të fillohet me ndonjë gjobë eventuale, por nuk është ideja vetëm të gjoba, për të përdorur drejt dhe mirë dhe të ruhet pra kjo pjesë që tashmë siç po shihni ka marrë një pamje mjaft të mirë, është e asfaltuar, është e shenjëzuar, ka edhe elemente të ndryshimit të sinjalistikës e kështu me radhë. A është vendosur ndonjë shenjë që tregon se çka do të thonë këto kutija? Po siç e thash, do të ketë edhe informim të gjerë nga komuna, në këtë rast nga Drejtoria e Shërbimeve Publike, e cila do të dalë edhe me një njoftim shtesë për mënyrën se si do të themi përdoret ky yellow box, si duhet të ketë rreshtim, se do të gjitha elementet që pastaj qytetarët ta kenë më të lehtë zbatim. Nderuam në rrugën Agim Ramadani janë vendosur kutitë e verdha. A jeni ndjeni jo se çfarë janë ato? Jo, nuk e di për çka janë, me siguri janë për ndalesë kalimit, është këmbësor dhe automjetë. A mendoni që këto kanë me funksionu edhe nuk ka me u bë trafik këtu në këtë pjesë të ky udhëkryq? Jo, nuk mendoj që ka me konë efektive, se njerëz po kalojnë gjithkohë. Edhe ka automjetët edhe njerëzit. Ka trafik? Ka fotografia, se diçka nuk respektohet. Momentalisht po e shohim që Kamerë, nuk është vendosur asnjë shenjë se çish funksionojnë këto. Si e sheni ju këta? Zakonisht kjo se është shenjim që nuk do të më kalu, po jam dyshoj që respektohem këtu, se pak që policia këtu afër nuk funksionon kjo. Këto kutitë e verdha, pak pas kalova me kërru qëto, nuk e kom ditë. Po unë joftova për i shokve që këto janë për mos me undalun të. Po në pak parzit të më zoni, do më nëse njëtër kohë qile semafori për më këthyje në anën e djathë për i vjen, njëtër kohë qile dhe këj për komësora. Atëhere, do më nëse, e pa mund shmosh pa unalun këto vija. Po më duket si, do më nëse, gabim nuk e di. Do të me rregullu ose semaforat ose kjo është shumë gabim. Për mendimin tim. Nëse shoferi është çatën, edhe ka të gjelbërtën për me kalu, po që kjo rrugë nuk është e lirë, të çdo kutitë e verdha, atëherë nuk ka drejt me kalu se dënohet me 80 euro. A menon që është e drejtë kjo?
Jo, nuk është. Ajo nuk ka me drejt, se boba ki, qëre, apo sheh, ku po vinë, s'presin, që ku po, qëre. Këta zdiju në qëfar po, në sishim, nas, s'morë, neve pana denu, nuk morëm vesh. Të për shembull është i gjelbë, duhet e me kalu. E që janë dhenë rrugën për shembull aty, ose për atje që vjen, e su në kalujnë, se këtu nuk kalujnë vesh një, po kalujnë ka 10, ka 5, 6. Morë është ashtu. Era parë që bishon Kosovë këtu, as nuk e di çfarë do me thoni e kanë, as prej kanë qitë, nështë ta kanë do me thoni, po nuk e di. Do me thonë, nëse shoferat të ndalën të këto kutit e verdha, munden me u dhënu deri në 80 euro. A mendon që është e logjikshme kjo? Po nuk për di, sigurisht e kanë qitë për me i provu këto, me i këshyrë, me i testu, me këshyrë çka. A është ma mira, është ma keqa, nuk për di tash. Do me thonë, ta e kanë bo për mës me pas shumë trafik. A mendon që ka me funksionu kështu? Nuk mendoj që ka është shumë e preferueshme për trafik. Këto do të mja fsharu edhe popullatët do të mja fsharu dhe me thonën e tyne, se unë ma mërmere që kërkosh se tizër, bolë kam shëtit. Në lanë vend pa shëtit, ama që si nuk kom po.